Unë dola mi taku disa bashkëdhëtar që janë miq prej Evrope, por edhe shtete tjera që kanë pas edhe kërkesë marrë me vizitu kuvendin, ndërsa blokada institucionale, se ta quaj blokada e konstituimit e kuvendit, është e parësyshme, është e panevojshme, ngrit tensione, polarizon shoqërinë edhe e dëmton demokracinë në Republikën e Kosovës. Ne kur të kemi vendim politik të grupit parlamentar, sigurisht ato edhe do t'i kuptoni, po sot ka qenë edhe ashtu ditë e hapur për vizitat e bashkëdhëtarëve. Pjesëmarrja politike, organizimet politike, grupe politike janë në arsyen sepse nuk po konstituohet kuvendi. Ne vetëm mund të thrasim atë të cilin e ka bloku për shkak të moshës kryesuesin zotëri Dehari që ta thresë seancën e rregullt edhe të krijohet mundësia e institucioneve të reja nga dalën nga zgjedhjet e qershorit. Këtë pyet në Lumir Abdi Gjikën. Edhe për këtë pyet në Lumir Abdi Gjikën.